Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Me të vërtetë besimi i pranuar te Allahu është pra Islami. Surja Al Imran ajeti 19. Islami ndërtohet në 5 kondita apo shtylla. Pejgamberi Muhammed alayhi salatu wasalam tha: "Buniya al-Islamu ala khamsin, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salat wa ita'iz zakat wa hajjil bayt wa sawmi Ramadan." Pra Islami ndërtohet në 5 shtylla, kondita: dëshmia se Zoti Xhalleshanuhu është një dhe i pashok që meriton të adhurohet, dhe se Muhamedi është krijesë e Zotit dhe i dërguar i Zotit. Falja e namazit që është 5 kohët namaz, pra sabahi, dreka, ikindia, akshami, yatsia. Dhënia e zakatit, pra 2.5% që është obliguar për ata që kanë mundësi, që janë besimtar, pra që kanë mundësi dhe kanë pasuni, dhe me dhanë lemoshën e obligueshme, dhe agjerimi i muajit të Ramazanit, që është një muaj i bekuar në cilin ka zbrit Kurani, dhe vizita e Qabes ose Haxhileku për ata që kanë mundësi të paktën një herë në jetë. Pra këto janë 5 shtyllat e Islamit, mbi të cilat është ngrit kjo ndërtesë e bekuar në zemrat e muslimanëve. Dhe besimtarët pra i mbështeten Allahut dhe i praktikojnë këto 5 shtylla të Islamit. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Pra ajeti që shpjegon se besimi islam është për ata që e kanë pranuar, dhe nëse ata pranojnë diçka tjetër, ajo do t'ju refuzohet dhe do të jenë prej të humbunve. Me dëshmuar se është një Zot, pra që është një Allah i pari që s'ka fillim dhe i fundit, që s'ka marrim, kjo është pra pika kyçe që duhet të di çdo njeri, që Zotit mos me i bën shok. Zoti është një që ka kriju qiell e tokë, hanë e diell e gjithçka rreth nesh. Pastaj ne e dëshmojmë se edhe Muhamedi është i dërguar i Zotit, e lexojmë biografinë e tij, jetën e tij, dhe mundohemi me ndjek hapat siç i ka vepruar me njerëzit, me kafshët, me bimët dhe me çdo gjë për rreth. Pastaj zakati, pra që pasunik do të më dha 2.5% në mënyrë që me ndërtu fabrikat, me ndërtu vende pune, e me përparu njerëzimi, e me hec përpara, mos mu bë disa shumë të pasun e arrogant, edhe me met pjesa tjetër në varfri e në probleme. Pra mi u dhonë edhe aty në modelet e mira që edhe ata me ngre e me shku për para e me përparue. Pastaj agjerimi që është abstenim nga haja, nga pija, nga marrëdhëniet intime, për Allahin që bëhet në këtë muaj të bekum të Ramazanit, që është muaj i Kuranit, që është muaj i bamirësisë. Dhe pra është edhe Haxhileki që duhet një herë në jetë vet me vizitue Mekën, Medinën, Arafatin. E këto janë shtyllat e Islamit në pika të shkurta që duhet me i praktikuar çdo besimtar, sepse kështu na mëson edhe Zoti dhe i dërguari i tij.